Përshëndetje, mirë se erdhët edhe sonte në ekranin e Radio Televizionit Publik Shqiptar. Mirë se erdhët në ekranin e RTS Korçës. Miq tan janë të shumt, por ajo është pa diskutim një mikesh e cila do të ngelet gjatë në mendje me këtë intervistë ekskluzive dhe për mua është kënaqësi dhe privilegj që ta kem të ftuar për herë të parë në një rrëfim ndryshe. Është pa diskutim modeli një gruaje inspiruese që do të jetë gjatë pjesë e historisë së grave të suksesshme jo vetëm në Shqipëri, por edhe përtej kufive shqiptar. Është shkrimtare, është skenariste, përkthyese, regjizore. Kënaqësi për mua të kem për herë të parë zonjën Angelina Xhara Papalilo. Zonja Angelin, faleminderit që pranuat ftesën. Edhe unë të falenderoj shumë që ke një rubrik kaq interesante edhe ka lidhje me Radio Televizionin Shqiptar. Kjo do të vazhdoj shumë gjatë. Është një gjë shumë e bukur. Faleminderit. Të uroj suksese. Faleminderit. Ne në fakt sapo jemi kthyer nga mjediset e bibliotekës në qytetin e Korçës, kemi ndjekur me kënaqësi edhe me shumë emocionues ishte dokumentari dedikuar një inxhinierit të jashtëzakonshëm që ka qenë fat, ashtu sikurse e thatë vetë në dokumentar të ishte bashkëshorti juaj, krau juaj i djathtë. Inxhinier Pandi për herë të parë vjen në sytë e qytetarëve korçar, ashtu siç nuk e kemi njohur, një njeri i cili ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm për Radio Televizionin Publik Shqiptar, po jo vetëm, sepse puna e tij si inxhinier ka dhënë mundësi të gjithëve që ai sinjal të shkonte përtej kufive shqiptar, edhe në Prishtinë. Si u ndjeve sot me emocionet e këtij dokumentari që shfaqej për herë të parë këtu? Unë jam shumë e lumtur që këtë dokumentar, premiera e tij, u bë në Korçë. Dhe pikërisht në një sallë që ishte modeste, sepse kishte pak njerëz, por ishin shumë cilësor ata njerëz që kishin ardhur në atë sallë të bukur të bibliotekës Thimi Mitko, të drejtuar me shumë talent nga drejtoresha Jorida Tollkuçi, e cila, domethënë, kam folur dhe 2-3 herë të tjera në telefon nga Tirana. Më ka thënë gjithmonë, je e mirëpritur Angelina, edhe si shkrimtare, edhe si kineaste, ne kemi ambiente shumë të bukura dhe vërtet shumë të bukura, dhe ajo dhe juve personalisht, domethënë më jepni përshtypjen e një Shqipërie që shkon atje ku duhet, në atë drejtim që duhet, sepse njerëzit, nëse nuk frymëzohen nga ata personalitete që din çfarë të thonë në këtë kohë, dhe kjo kohë nuk është kështu bosh që lindi sot. Koha e sotme është lidhur me kohën e djeshme edhe me kohën e së ardhmes. Ky film ishte një film Nuk është fjala që jam unë aty. Nuk është fjala që aty është bashorti im. Aty janë të rinjt e Radio Televizionit Shqiptar, sepse si unë dhe Pandi kishte, mos them, domethënë 25 çifte atje. Domethënë që secili nga ata duhet të bëjnë historinë e tyre, sepse kanë nevojë njerëzit. Këto janë historira shumë të bukura. E kam thënë tek salla UNESCO në Tiranë, tek Muzeu Kombëtar, këtë ide që unë do ta filloj filmin, këtë serial, dhe do ta vazhdojnë edhe ato kolegjet e tjera, shoqet që janë në moshën time, por që janë edhe më të vogla, por sidomos të moshës time, kanë shumë gjëra për të thënë, se fillimet e televizionit shqiptar janë, e di si tha njëra nga ato intervistueses, tha, ne ishim të gjithë të rinj,
ne fluturonim atje, nuk punonim, ne fluturonim, tha. Vërtet. Ne fluturonim. Kështu që, do më thënë, ideologjia është një gjë tjetër dhe ajo pasioni i njeriut për të bërë diçka të mirë dhe për të shpërndar të mirë dhe të bukurën është diçka tjetër. Është tjetër. Këto ngatrohet ndonjëherë kjo gjë, po neve nuk japim rëndësi sepse secili nga ne e ka treguar veten në vazhdimsi që ka qenë njeri i mirë në vazhdimsi, jo vetëm në ato vitet e para, por në vazhdimsi. Unë filmin ja kushtova bashkëshortit tim dhe dikush do të thotë pak e vonuar, Angelina. Jo, nuk jam pak e vonuar. Unë meditonja dhe kam një meditacion shumë të bukur në këtë film që e kam sjell atë në gjithë poliedritetin e tij. Ai ishte një njeri që nuk ishte si të tjerët. Unë, të them të drejtën, e kam konsideruar gjithmonë shumë lartë se sa veten time dhe gjithmonë kam marrë dhe i kam pasur shumë kujdes ato këshillat e tij, po edhe ai më ka mbështetur shumë në profesionin tim mua, se ishte një njeri që ishte shkolluar jashtë dhe kishte një mentalitet ndryshe nga mentaliteti i zakonshëm. Dhe unë ja shpërbleva këtë mirëbesim, mirëkuptim, që në familjen tonë ka qenë, do më thënë, alfa dhe omega, si thuhet. Sepse ai kur hynte në shtëpi thoshte Pupi, ku është Pupi, se kam një emër kështu si familjarun. Edhe ajo ishte dashuria më e madhe që thoshte për mua. Ndërsa nuk kam dëgjuar shumë se ishte i okupuar gjithmonë me punë të rëndësishme dhe ishte tip serioz, e kupton? Po mua më mjaftonte ajo që, do më thënë, kisha një mbështetje shumë shpirtërore dhe unë i bëra një këtë film që tregova dhe anën profesionale të tij, nuk e tregova unë, e treguan kolegët e tij dhe i falenderoj shumë të gjithë me radhë, që nga Xhemil Dautaj, që nga, se unë harroj dhe emrat, e kam këtë defekt, po do t'i them inshallah, Agim Abazi, Xhelil Aliu, Suleiman Basha, gazetarja shumë e mirë e televizionit, Musta, Luiza Musta, kjo që tregonte ata djemtë e Dajtit, sa bukur ato fotografitë që më solli. Dhe regjisori Ylli Pepo që ndau emocionet e jashtëzakonshme. Ylli Pepo, jo e kisha fjalën për atë dokumentacionin e fotografik që më solli një nga këto që janë krijuar çiftet e reja. Ishte Ilia me këtë shpresën që i sjell dhe i tregon ato fotografi tek ajo në një bisedë kështu në kafe që bëm neve, në kafene me të. Dhe Ylli Pepo është kolona vertebrore e këtij filmi për inxhinier Pandeli Papaliron, sepse ai kur ishte drejtor teknik Pandi, kishte qenë në një aktivitet ndërkombëtar që ishin këto vendet mesdhetare të mbledhura me njëra tjetrën dhe respektuan dhe ndoqën variantin teknik që paraqiti bashorti Pandi, inxhinieri Pandi. E kanë dashur të gjithë, po në veçanti në film mbështetja kryesore është tregimi i Rifat Kryeziut, i cili e botoi atë me njëherë mbas vdekjes së bashortit tim. Dhe ishte një vlerësim shumë i lartë, sepse unë si bashorte ja kërkova vetë, do me thënë, ta bënte këtë gjë, se i thash, shikoj, i thash, kur do herë, i thash, kur kemi qenë në plazh, i thash, ti ke qenë çdo masdite, unë nuk e kisha Pandin, sepse ti vinje, bisedonin bashkë, unë isha anës detit, njerë vetëm, njerë me fëmijët, kur u bën me fëmijët, do me thënë, ti e di shumë mirë anë teknike të Pandit, e ai e shkruajti. Pa atë artikull që janë kujtime të gjithë jetës së Pandit, edhe që futet dhe ai vetë, se ishte drejtor, Pandi ishte specialist, kanë bërë një studim të madh për hapjen e sinjalit televiziv në të gjithë Shqipërinë. Ishte faza e parë, ishte faza e dytë, kanë pasur probleme edhe me politikën, edhe i kanë kapërdzyer, i kanë ashtu dhe kanë arritur me atë, si e thot sa bukur ai, unë nuk e zbulova së fundi. Kunati im ka qenë oficer në Puk dhe ai tregoi një ngjarje shumë të bukur se nuk mburej ky im shoq.
Unë e dinja që bënde punë të vështirë, e kishe punën me malet, me ato sinjalet, ato llogaritjet që duhet i bëhet të frekuencave dhe kështu, po nuk a jetha shumë bukur. Vinte, tha, ishte i lodhur, tha, bashkë me ekipin e tij, tha, me ato pucët e baltosura edhe kështu, sa më shikonte mua, tha, qeleshe, tha, edhe bisedonim qik. Do me thënë, janë momente jetësore, se i cili ka profesion e vetë, i ra rasti i këtij që të ketë këtë profesion dhe e kreu me sukses të madh dhe shokët e tij, se aty ka një stafet të gjatë të inxhinierave. Agronaranita, si edhe Çlirim Balluku ka qenë aty, është, do me thënë, janë shumë inxhinier njëri pas tjetrit, është Genc Tomço, unë e mbaj mend të kështu, se unë kam qenë jashme në televizion si speakere. Shkonja në transmetim direkt iknja. Nuk kam qenë punojse, kam qenë punojse e kinostudios. Edhe i mbaj mend shumë mirë këto portrete, shumë të dashur, të komunikueshëm me njëri tjetrin. Do me thënë, ai televizion është ngritur me një dashuri shumë të madhe. Dhe shumë bukur që ka vazhduar dhe pastaj ka ardhur në fazat e tjera që tani është modernizuar dhe ju uroj edhe drejtoreshës që të ketë, do me thënë, një manovrim të bukur lidhur me radio televizorin shqiptar. Ai që ka atë thelbin që do të bëj film, ju jeni vetë dokumentaliste e shquar dhe e dini që e gjenë mënyrën se si ta bëj, se këto mjetet e teknologjisë tani janë fantastike. Unë e kam bërë filmin e Pandit me kisha kamera, po e kam shfrytzuar më shumë atë telefonin se aty vinte ai momenti intim që shpreheshe ajo. Vinte krejt natyrshëm. Edhe vjen natyrshëm ajo, gjithë tregimi për të. E kupton, domethënë mund të ketë e kapa të çastin. Ai çasti është. Çasti ndal. Ndërkohë ju ktheheni në Korçë edhe pas një tjetër suksesi, sepse një vit më parë na keni dhuruar të tjera emocione me rrëfimin e letrave të një çifti të jashtëzakonshëm. Tefta Tashko Koço dhe bashorti i saj vinte për herë parë në një love story, i parë në një këndvështrim tjetër. Ashtu është. Dhe i kanë pëlqyer shumë dhe mua më ka pëlqyer shumë edhe vetë Ylli, i cili tha, Angelina, tha, ti e kishe skenarin film. Do me thënë, unë nuk e kisha vështirë. Edhe më ndihmoi shumë dhe më gëzoi, sepse më kishe ngelur për punë shpenzimesh, kështu si quhen ato lekët që duhet sigurohen. Tha, mos u shqetëso për atë anë, tha, do të merrem unë, tha. Më është gjithmonë shqetësues. Aty unë trajtova më shumë dhe i thash edhe Eno Koços, që më dha materialin bazë, pa materialit që na jepte Enoja nuk bëhesh ai film. Edhe aty, do me thënë, Ylli tha që do bëhet se s'bën, tha, as mos e diskuto, dhe kur e dëgjova që vërtet kishe filluar xhirimet, ishte një kënaqësi për mua se ishte një kujtim familjar dhe ajo e mamaja time, babai tim flisnin shumë për atë çift, sepse ai bashorti i saj iku në një situatë një çik të vështirë, kështu psikologjike, nga që e donte shumë. Dhe unë doja të bëja film dhe i thash Enos, unë do ta bëj, i thash, jo për Teftën. Unë do ta bëj më shumë për bashortin e saj, që është dhe kushëriri jonë i largët, është dhe nga Boboshtica jonë e bukur, edhe biles, ai kroi i fshatit tonë, mua më duket sikur është për Boboshticën, po jo për Drenovën. Jo për Drenovën, megjithatë nuk do bëjmë debate për këto tash, siç e do Enoja ta thotë, le ta thotë, unë kam fotografi shumë të bukura që i kam parë, edhe që i ka përdorur dhe Ylli, që aty nuk është mal, se Dardha është zonë malore, ndërsa është ato fotografitë e bukura me ato fëmijë që i vinë nëpër këmbë atij burri të gjatë. Unë kam pasur mundësi ta shoh në teatrin Çajupi kur është shfaqur edhe vërtet ishte një emocion i jashtëzakonshëm, sidomos kur i sheh këto dokumentar kështu drejt për drejt edhe merr informacione që nuk i ke ditur më parë, sepse figura e Teftës në fakt është trajtuar thjesht si këngëtare, por në raport me shoqin ishte hera e parë që zbulua edhe për ne si korçari ishte një emocion në vete. Kristi jem i dashur. Si kalon kohën tani? Të puth me gjithë fuqinë e shpirtit. Jotja Tefta. Ma chère Tefta, as-tu reçu mon télégramme? Alors, il faut en tout cas que tu restes à Paris ces quelques jours et que tu obtiennes l'audition chez Monsieur Johnson. Si Dardharët, edhe Dardha për baban e për maman time u bë, si thuash, simboli i dashurisë.
simboli i bashkimit të tyre. Shumë gjëra nuk njihnin nga njëri tjetri dhe dardhë në për këto livadhe dhe dardhës bashkoheshin, bëjnë një fotografi, flisin, të tjerë miq, kishte mjaft miq të tjerë, dardhar dhe jo dardhar, domethënë, me fotografit që janë të pafundme në dardhë. Po unë tani dua të kthehem pas në kohë. Keni punuar për shumë vite në Kino Studio. Ke dhënë një kontribut shumë të madh. E kujton dot filmin e parë dokumentar? Dhe ka qenë Krimbi i Mëndafshit. Mendo, domethënë ishte dy endje me titullin dy endje, sepse domethënë Krimi i Mëndafshit që bën Mëndafshin, edhe janë edhe ato vajzat në trikotazh të Korçës, edhe në trikotazh, kombinatin e tekstileve, e Berati, po edhe neve në Tiranë e kishim kombinatin e domethënë atë janë dy endje, edhe në mënyrë të natyrshme e Krimit të Mëndafshit, edhe jam çuditur edhe kam pasur një regjizore shumë të mirë, Adriana Elini. Ajo ishim si një marrëdhënie, kështu nuk thot kanë kimi dy njerëz që lidhen për punë. Unë e kisha me Adrianën, se kam bërë dhe filma me Marianthi Gjakon, kam bërë filma me Vitori Qelën, me shumë, me Donika Muçin, shumë. Po me Adrianën kam pasur një lidhje kështu shumë të bukur. Ky ka qenë filmi i parë për Krimin e Mëndafshit. Edhe shumë bukur. Viti 1973. 73 është ajo? 73. Ndërkohë, unë do të më lejoni që për publikun të kujtoj disa për filmave, se dua të ndalem në disa në veçantë, po dua ti përmend. Në vitin 1972 është realizuar filmi Makinat ju presin. Në vitin 1973 dy endjet, 1974 Kur do herë të rinj. Në vitin 1974 me bashkë skenarist Hysen Kordën keni realizuar filmin vitit 1924. Pastaj në bashkëpunim do të ndalosh një çik këtu te 24-a. U krijua problemi i madh. U bë mbledhje i Këshillit Artistik për të miratuar skenarin tim për Revolucionin e 24-s. Hynë kaq shumë gëzime. Ecin ato bashkë me ne rrugëve, shesheve të mbytura në dritë. Dhe ne për të kuptuar më shumë të sotmen, kthejmë vështrimin në vitet para rendës. Mbi këto vite hedhin dritë edhe kujtimet e veteranëve. Ata janë gjithmonë pranë nesh, në rrugë, në salla shkencore, në inaugurim ekspozitash, në konferenca solemne. Toni demokratik i qershorit. E takuam atë në vendin e tij të punës në arkiv. Dosja sot pas ka disa fotografi në krye. Dhe vale e kujtimeve është e papërmbajtur për veteranin. Ai vjen pranë një portret shumë të dashur. Është Avni Rustemi, që afrohet gjithnjë më pranë me dritën e një ideali në sy. Regjizorja Marianthi Gjako, që e bëri një film shumë të bukur, fillimisht u tremb. Tha, unë nuk e bëj këtë film, sepse është figura e Fanolit atë kryesore, mos ta ngatro Angelina me këto tema. I thashon, unë jam rritur në vitet e pushtetit popullor. Unë këto gjëra i kam lexuar nëpër libra, e më ka thënë dhe gjyshi se i kam pasur patriot të madh. Kështu që unë jam shumë në rregull. Jo, po s'ka materiale, po ka materiale kështu. I tha Anagnosi, shiko tha. Ti tha je regjizore, tha, edhe me një fotografi bëhet po ta duash një film dokumentar. Edhe u bë fakti kryer, filmi u bë vitin 24. Edhe është një film shumë i bukur, ka figurën e Fanolit. Më vjen mirë sepse kjo është një figurë e cila merret deri vazhdimisht. Ja e ka marrë me vatën pastaj. Po, e vërtet. Një bashkëpunim dhe këtu duhet ndalen sepse profesor Petriti nga patur mundësi jo ta njoh personalisht, po të njihe me jetën e tij. Fizikanti Dardar Petrit Skënde që ka nderuar Shqipërinë për te kufive edhe në Amerikë, ju keni bashkëpunuar me të pikërisht për realizatimet bërthamore dhe shumë interesante, një përputhje që vetëm 2 net më parë kam parë një film dokumentar për realizatimet bërthamore që është kthyer pas në kohë. Dhe kur shoh që qysh në vitin 74 ju keni marrë elemente të tilla, besoj se ka qenë kaq e thjeshtë.
Shkenca dhe prodhimi ynë po fuqizojnë me mjete të reja, po i dhe napat e para të sigurta të përdorimit të energjisë së bërthamës atomike. Radioaktiviteti, kjo veti bërthamave të elementeve kimike për të lëshuar rezatime ndeshet në natyrë në më se 30 raste, nga cilat elementi radium është më tipiku. Artificialisht ai krijohet nga bombardimi elementeve me neutrone, bërthamat bëhen të paqëndrueshme radioaktive dhe lëshojnë vazhdimisht rezatime. Në qoftë se rezatimin radioaktiv do të kalojmë në fushën magnetike, ne marrim 3 tufa të veçanta rezatimesh. Nga e majta rrezet alfa, rrym ngarkesa Sh pozitive prej bërthamash heliumi. Ato lëvizin me një shpejtësi 20.000 km/sekond, por mjafton një flet letre për t'i ndalur ato. Nga e djathta rrezet e beta, rrym me ngarkesa negative, elektrone. Shpejtësia e tyre mund të arrijë 250.000 km/sekond. Rezatimi beta depërton letrën, por atë me lehtësi e pengon xhamin. Kurse këto janë rrezet gamma, rezatim elektromagnetik. Ato lëvizin me shpejtësinë e dritës. Rrezet gamma kalojnë me lehtësi letrën dhe xhamin, një pllakë holl betoni i ndalon pjesërisht, vetëm pllaka e trashë i thith pothuajse tërësisht. Përdorimi i energjisë bërthamore dhe i radioaktivitetit është lidhur me punën titanike të përfaqësuesve më të mirë të shkencës dhe teknikës botërore, Curie, Rutherfordi, Einsteini, Bohri. Fenomeni i radioaktivitetit është forca më revolucionarizuese e progresit teknik që nga koha kur njeriu para historikës zbuloi zjarrin, ka thënë Einsteini. Këtë zjarr të ri të shekullit tonë, imperializmi amerikan e përdori në mënyrën më barbare kundër banorëve të pafajshëm të Hiroshimës e Nagasakit dhe sot së bashku me revizionizmin modern e përdor për shantazh mbi popujt, por popujt nuk i frikson asgjë. Produkte e gatshëm, mate të rishtasi. Tani me të gjithë sasinë e tij, shishja me produktin radioaktiv futet në dhomën e ionizimit. Në bazë të rezatimit që depërton në dhomën e ionizimit nga faqet e shishes, gjykohet sakt për sasinë e lëndës. Mëtej, etiketa teknikisht e domosdoshme me të dhënat e sakta, deri në orën kur është bërë matja. Izotopi ka marrë pasaportën për në vendin e përdorimit. Mbrojtja e shëndetit njeriut është një nga fushat e para kur rezatimet të bërthamore japin kontributin e tyre të vyer. Në spitalin klinik nr. 1 të kryeqytetit funksionon një njësi e posaçme diagnostikimi me izotop radioaktiv për sëmundje të mëlçisë, veshkave, gjendrës tiroide, tumoreve cerebrale. Këtu lënda radioaktive në trajt medikamenti e në sasi të papërfillshme për të folur për dëmtim nga rezatimi injektohet tek i sëmuri. Izotopi radioaktiv ndjek në organizëm rrugën që ndjek medikamenti. Pranin e tij ai e njofton me rezatimin që lëshon. Në rast se medikamenti është i tillë që nuk depërton në vatrën e sëmundjes, nga ajo pjesë nuk do të kemi as senjale rezatimi. Aparati i shintigrafisë bën kontrollin e zonave nga vejnëreze dhe i shënon në shintigram. Shintigrama e marrë jep hartën e shpërndarjes izotopit për nga gjykohet për vatrën e sëmundjes. Në këtë rast izotopi merret nga goja, jodi radioaktiv përdoret gjërësisht për të kontrolluar gjendjen funksionale të gjendrës steroide, formën e saj. Mjekësia jonë bërthamore është duke hedhur hapat e para të suksesshme. Me shtrirjen e saj, ajo përfshin jo vetëm diagnostikimin, po edhe kurimin me anë të rezatimeve radioaktive. Se nuk i njohin të gjitha fushat. Është e çuditshme. Unë kam pasur ajo makinat që presin ishin për këto matematikësierët, këto ishin këto, domethënë ana teknike që hynte për herë të parë në Shqipëri. Nuk e di, kam pasur një si tërheqje magnetike unë për temat veçanta. Dhe për më tepër, kjo rezatimat bërthamore, ne e kishim kina studio ngjitur. Ngjitur e kishim si instituti. Edhe unë kam pasur kështu, edhe sot e kësaj dite që jam e madhe në mosh,
ose kam kaluar kaq shumë eksperienca në punën në jetë, kam një tërheqje drejt asaj enigmës, drejt asaj që është e veçantë. Do me thënë, thosha unë, si kemi neve Shqipëria, një vend kaq i vogël, kemi institut të fizikës bërthamore, do me thënë, e kisha çuditshme dhe djali kur doli për që të vazhdonte universitetin këtu, studimet, i doli inxhinieri elektrike. Edhe tha, mami tha, unë inxhinieri kështu ndërtimi. Atëherë ndërtimi ishte si një lëndë, unë sa kam pasur, do më thënë, rezultate shumë të larta, nuk dua, tha, dua të inxhinieria bërthamore, tha. Kishte këtu fakultet të... Ka qenë fizika bërthamore si degë më vete, po. Dhe unë me shkatësin që kam, sepse e kam një qikë të shkatësin, do më thënë, e përdora që djali tim t'ja plotësonja këtë kërkesë. Megjithëse pastaj ai përfundoi në Itali tek tjetër në Rom. Do të përmend edhe disa filma dokumentar të tjerë në prag të një përvjetori, Qili Matan, Gëzim në sytë e nënës, Festa e ujit. Mendri Kekon në prag të një përvjetori. Me studentët ushtarak për fëmijët tanë. Unë do t'i përmend të gjitha dhe pastaj do ndalemi. Flora shqiptare, Kongresi 8 i Bashkimit të Grave të Shqipërisë, Onufri. Edhe për Kongresin e 8 do të them ndonjë kujtim? Interesante është realizuar në vitin 1978. Është e çuditshme, dëgjoj. Tashi, do të tregoj një gjë për të qeshur është kjo. Aty për Kongresin zhvilloheshin edhe, domethënë, jo vetëm ngjarja që ishte brenda, po çdo ditë dilte gazeta. Dhe në atë gazetë, domethënë, kisha shoqe që bashkëpunonja, edhe më thoshte ajo shoqja, si do ta bëjmë Angelina këtë, si do ta... I thashon, shikoj, i thashon, unë nuk jam për ambientet e brendshme, unë vërtet skenariste jam për këtë film, po më ka thënë regjisorja që do të rri vetëm te korridoret, ndërsa kur është për e rëndësishme shumë, do mbylleshin ato dyert, unë do rinja në korridoret. Unë kisha bërë film për një që në atë kohë mori një emër shumë të madh. Ishte për pikërisht kryetare e kooperativës një fshati në Lushnjë. Një ditë në Kutalli. Dhe ajo më takoi mua ajo, edhe më përqafoi se kisha bërë film, kisha qenë në shtëpinë e saj bashkë me Liri Ibrahimin, e kam bërë këtë film, një regjizore tjetër apasionante e filmit dokumentar. Edhe më thotë, Angelina, nuk të pash në sallë. I thashun, nuk jam për sallë, jam vetëm për korridor, në korridor. I thashun, po nuk ka rëndësi, unë po e shoh, i thashun, gjithë atmosferën nuk e shoh. Tha dorista në filan numër Karegle, që jam unë, tha, se unë do shkoj në presidium, tha. Edhe nuk të ngacmon asnjëri, tha, sepse ti, tha, thuaj, për atë që kam zëmësuar këtu, i kam bërë film, edhe është e mbyllur. Edhe do të kujtoj edhe Xhelil Gjonit, një gjë shumë të bukur. Ankohesh njerë këta Kino Studios, pse ata televizionin shqiptar janë më të privilegjuar, pranojnë më kollaj, neve me shumë zhurmë, me shumë halle, me kështu. Tha, ata, tha, të njerëzit që janë caktuar për të siguruar rregullin, ata, tha, kanë detyrë për të ndaluar ty. Ti ke për detyrë për të futur, tha. Që i valbit ëmbël fladdi pregdetar, janë dallëndyshet e para që lajmërojnë festën e madhe që do të qelë këtu si lulkuqet në fushën e ardhë. O shëtim me forcë daullja, derdhen nga kërcimtarët hove feste, gëzimi, i gjithë populli i Durrësit dhe kooperativist për rreth, presin e gëzojnë pambarim. Këta autobus me ngjyrën e kuqe të gjakut spukuruar rendin të gjithë të drejtë të Durrësit. Nga Vermoshi në Konispol, nga Dibra, Korça e Gjirokastra, të gjithë drejtë të Durrësit, ku do të mbahet Kongresi i 8 i Bashkimit të Grave të Shqipërisë. Përfaqësuesit më militante të armatës së fuqishme të grave dhe vajzave vinë direkt nga ara apo fabrika, nga shkolla apo laboratori, nga poligonet e qipjes, nga metalurgjiku apo pirza, nga prashri apo puka. Ato vinë dhe dallgët e gëzimit shtohen e shtohen. Shumë bukur. Onufri, në vitin 1976, manifestimi i forcës shëndetit dhe bukurisë,
Ndërkohë një film një është dedikuar Aleksandër Mojsiut, piktura shqiptare në mesjet. Të lutem Tani këtu dua të ndalem pak, sepse ti ke një bashkëpunim me Dhorka Dhamon. Po. Unë... Dhe është në vitin 1980. Bizantologe e shquar Dhorka Dhamo. Filmin e parë me të e kam me Onufrin. Viktor Onufri në zbulohet përmes një krijimtarie të gjerë artistike e kushtëzuar brenda tematikës fetare. Onufri, me talentin e tij të rrallë, në dëshmon edhe njërë për gjenin krijuese të popullit tonë, i cili edhe në kushte pushtimi, edhe kur opiumi i fesë si Merima ngërson të mendjet e njerëzve, nxirrte në pa elementet e jetës së vërtetë të thjeshtë të popullit. Me gjithë të dhënat e pakta për jetën e tij, në mbishkrimin me datë 23 korrik 1547, piktori vetë thot, i ardhur kohët e fundit nga qyteti shumë i shkëlqyer i Beratit. Berati, i ngritur mbi mure të lashtë, mbante në gjirin e vetë shumë monumente kulture. Kisha me arkitekturë të veçantë, të stolisura me piktura. Godina banimi, ku artisti popull kishte derdhur talentin e vetë. Objekte të rralla të artit të qëndisjes apo të gëdhëndjes në dru, rrugë të kaldrëmta të ndërtuara bukur. Kultura e Beratit ishte pjesë dhe vazhdimsi e asaj tradite artistike që lulëzonte edhe për te i mureve të kështjellës. Onufri krijoi duke njohur dhe përvetësuar gjithë ato tradite artistike të krijuar deri në atë kohë, sidomos ato të shekujve 13 e 14, kur u formuan principatat feudale shqiptare. Mbresat nga tradita e largët dhe afërt artistike u shqyen artin e tij, stilin e tij të veçantë që spikat qartë në këto ikonat të tij të para. Në vitet e pushtetit popullor, ne i restaurojmë, i ruajmë dhe i studiojmë monumentet tona të kulturës, duke njohur, popularizuar dhe përvetësuar traditat tona më të mira artistike. Onufri është një fragment i veçantë i kulturës sonë. Nuk di me saktësi kur dhe ku lindi piktori, por dim që krijimtarinë e tij artistike ai e nisi në qytetin e Beratit në gjysmën e parë të shekullit të 16. Në këtë kishë përdheset kalas, ruhen pikturat e tij të para në mur. Vrejmë këtu që dora e piktorit është stërvitur si në pikturën monumentale, ashtu edhe në atë të kavaletit. Që shkëtu ne zbulojmë mjeshtrin
për të dhënë të kuqen e pa imitueshme, të pa përsëritshme të tij. Për flak, vetë ti na jo në momentet caktuara, të menduara plot fantazi e frymëzim, duke u dhënë ngrohtësi dhe gjallëri të veçantë figurave. Onufri është filmi i parë që trajton temën fetare. Në atë kohë, do me thënë përpara tashi 1976. Në 76. Nuk ishte ka që thjesht të flisje për... E di se ishe shumë e mënqur kjo, tha, ne do t'a gjejmë kështu, tha Angelina, elementi realist në pikturën mesjetare, dhe u baj film. Se ngelen ato kisha si qishin pa u prishur, edhe bëmgjirime shumë fantastike. Po kur shkuam, ajo e kishte tem dizertacioni, e kupton apo? Shkonin në përshpella, kemi fajtur në Valsh, në Shelsan, e kupton? Ishin me kështu laskolliqnate, ato shpellat, që kjo i mbante shënim edhe unë bra pasaj, që të emocionoheshim që qarë figurë është fantastike, kam gjetur një figurë për Skënderbeun atje, ati të, do më thënë që tamam si që ishte ajo figura e Skënderbeut, një frymëzim edhe për këta piktorët mesjetar, është një figurë madhështore aty, një komunikimi i bukur mes njerëzve të qonë atje ku duhet. Edhe ishte ajo profesoresh, doktoresh, Dorca Adamo, që u baj film pa ma, ishte edhe Ilo Pando, i cili njëherë më tha, shiko, tha, ti qëndron më shumë atje, në kisha, tha, më duke se lutesh, tha, se e di u maman tënde, e kështu në dhe i thashur më lëra ati, i thashur se tash mos më prek me këto, ndërsa Sokrat Musha ishe operator, ishe shumë operator i mirë, se ka të bëj shumë edhe kamera, edhe kështu. Kujtimet bukura. Më ka privilegjuar shpejt e shpejt, po në fakt keni prekur kaq shumë tema. Natyrisht një ndalën figurën e jashtëzakonshme të Aleksandr Xhuvanit në luftën e Vlorës, në Pasioni për shkencën, për fëmijët është bërë një dokumentar. Pasioni për shkencën ka tre figura, Pasioni për shkencën. Ruzhen Golemin, po ishte shumë e zonja. Ai që është i Zotit çan në çdo kohë. Edhe u baj film, Pasioni për shkencën, e bëjmë si tash. I ndalur tek dita e 1 maj, tek qyteti studentit, tek konferenca kombëtare etnogjenezës shqiptare, në Pez, është bërë dhe një dokumentar për Pezën, Muzeun Historik Kombëtar për piktorin Buza, voglushët e fshatit, unë nuk di të them, po janë pa fund, po tani dua të ndalen tek një dokumentar për Boboshticën. Është në prag të ndryshimit të sistemit në vitin 1990, ku keni qenë skenariste dhe regjizore. Tani për hir të vërtetës, Voskopoja dhe Dardha janë dy qendra që janë prekur vazhdimisht në dokumentar. Për Boboshticën është folur pak. Domethënë, unë për herë parë po dëgjoj tani që është një dokumentar për Boboshticën. Nuk është se kam ulëmtuar dhe kam parë kaq shumë. Çfarë ke zbuluar në Boboshticë në vitin 90? Atë që ndoshta ne nuk e shiknim me atë sy që ju e keni parë. Është si fillim, është i zakonshëm, po do dalë tek kjo. Ajo që thoni juve që është shumë e bukur, që e kapët shumë bukur. Faleminderit për këtë lloj. Domethënë si është trajtuar në atë çast kur ndroheshin sistemet. Shumë bukur. Unë marr një informacion që do të vi atë Artur Liolini dhe do të hapi kishat në Shqipëri. Do me thënë, si që ishin këto fete tjera, do të vi nga Amerika. Do të vi nga Amerike, aji që do të gjej këtë zgjidhje. Edhe aji është kushëriri jonë nga Boboshtica, atë Artur Liolini. Edhe unë tani, të them të drejtën, më dhanë komplet grup artistik. Dhe kam për 2 filma, jo vetëm për atë Artur Liolinin që hapi kishat në Boboshticë, po kam për film edhe në kuptimin për Boboshticën me traditat e saj, me Rakin e Manit, me të njëjtin metrazh, si thonë, se bëheshe me pelikull ajo filmi, nuk ishe kështu që mund të bësh 100 variante tash edhe... E kuptoj. Do me thënë, ishte ai Niko Treni, një operator shumë i talentuar, mora dhe Dorkën. Ajo Dorka ishte valut. Më tha, Angelina tha, po mua pse më merr tha këtu te Boboshtica shpun këti? Jo i thashun, ti i thashun, në atë kohë që ishte po diskutoj për fene, për kështu andaj këtej, ti ishe grua e zgjuar që u baj film, tashi do më çuroj edhe kjo periudhë që po kalojmë neve në të dy, do me thënë si do ta trajtojmë, si do ta bëjmë. Ndërsa unë mora dhe maman time me vete,
këtë që thatë juve, atë ma ka bërë një gazetar, Gjaxhiu, natë me Gjaxhiun, më tha, Angelina, tha, kujdesa se ti ke bërë tha, edhe një film tha, që është feja opium për popullin, tha, ja, çfarë do thuash për atë? I thashun, nuk më vret në ndërgjegja fare, i thashun, se ajo kohë ishte atë film bëra, e para. Pastaj për atë film nuk isha vetëm unë, ishin ja 20 vete, i thashun, për atë film. I thashun, ty të mbahet mend, i thashun, se kam zërin e bukur atje unë, i thashun, zëri imi është zëri i bukur. Po unë i kërkoj të falur Perëndis që e kam bërë atë film, që kam thënë feja, opium për popullin, po ajo situati ishte atëre dhe unë atë film bëra. Punë artistike nuk justifikohet. Jo, po unë lutesha. Punë artistike dhe unë lutesha. Jo, ja tash do vi tek arti. E di se si e kam parë, më vjen e çuditshme, domethënë atë maman time me atë dorën e dridhur kështu, se i kishte pankerson mamaja time, edhe afroheshe dhe donte të vinte një qiri ku mbi muret, që ishin të shkatruara komplet, se ishte një kishe shkatruar, Shërmëria, ajo e madhe, manastiri ishte shkatruar. Edhe aty po hapeshin plot njerëzit, plot e për plot, një besim absolut tek Zoti, absolut, kur të them, do me thënë, që del një gjë e brëndshme që do, si dallë, një mbajtur e izoluar aq vita. Edhe, ato qirinj i vini në për mure, ai muri me shtuf, nuk ishte mur kështu i zakonshëm, se kishin dalë edhe ato shtresat e ndryshme që ishin. Aty vishin qirit, dora e dridhur e mamas time, e duke e vërë atë, kur pashun gjithë ato qirinj që i kishin vënë edhe të tjerë, thashun, ua, po ne do digjemi tërë këtu. Jo, nuk u dogjem neve. U bë një film shumë i bukur, që u hap. Ai nuk kishte drita elektrike. Në përkisha. Filmi u bë, edhe u xhiruar dhe njerëzit me atë qiririn e tyre, sikur njerëzit atë dritë që duheshin e jepshin nga drita e qiririt. Domethënë, po të duash momentin fantastik, magnetik, estetik, artistik, e gjen në çdo temë e gjen. Mua më ka dhënë Perëndia këtë. Ju keni një marrë gjatë me Kosovën, natyrisht një vend duke patur parasysh që e keni përjetuar të dyja periudhat, Kosova ka qenë një lloj plagë e hapur për gjithë shqiptarët. Ne kemi njohur të vërtetat e pathëna për të gjithmonë pas viteve 90. Dhe një marrë jo pak, po 5 vite me të. A ka ende të vërtetat pathëna për Kosovën? Janë 5 episode që i ka bërë regjizori Ylli Pepo dhe ka trajtuar gjitha të dhimbjen e madhe, duke, do me thënë, kemi trajtuar atë plagën që edhe sot e kësaj dite me gjitha të ndryshim të madh, prap, do me thënë, nuk, unë them që ka ardhur çasti që ne Shqipëri Kosovë do bashkohemi. Kështu e them unë. Unë e them kështu kot, si nuk jam as orakull, as, do me thënë, po unë them që ai popull ka vojtur shumë. Ama në kulturë ai ka qenë disi më ndryshe nga ne. Sa hapa më është e çuditshme. Kështu është jeta. Jeta është e çuditshme. Është e çuditshme. Ata dikur na kishin yll karvanin e Shqipërinë. Unë tani them që atje ka intelektual shumë e vlerë, që ato kanë bërë një art që i ka lidhur me botën më përpara se të lidheshim ne, dhe sot ata janë më afër artit të vërtet, sidomos artit kinematografik, se sa ne. Kështu e them. Do me thënë, atë film unë e kam bërë me Ylli Pepun dhe ka qenë dhe operator Ëngjëll Ndocaj, do me thënë, një grup shumë kompakt. Një grup që kemi bërë një vepër patriotike, që do me thënë, sa bëhesh episodi parë, shkonte Ylli në Zvicër e çfaqte, se kam bërë, do me thënë, temën e Kosovës, unë e kam temë të brendshme time, se jam njeri që jam lindur me një familje shumë patriotike. Unë e di që kam mbaruar gjuhëletërsinë, atë tema e dizertorit tim, ka qenë, do me thënë, vitet 30. Vitet 30. Në atë kohë që merreshin tema tjera, e kupton? Vitet 30. Besoj në autorët e viteve 30. Kështu që gazetat e viteve 30 unë i kanë shkretuar, i kanë bërë, edhe, do me thënë, gjithmonë kjo tema e gjyshit tim ka qenë patriota, ka qenë në Amerikë, e çoi Farnoholi me Bandë Vatra këtu. Edhe më thoshin të gjithë, po pse s'bën film për Bandë Vatra? Si ta bënja unë kur
ishte diskutueshme që do ishte apo s'do ishte gjyshim në portret aty. Kështu që e linja në qikë kështu. Erdhën në këto vitet e demokracisë Dhe nuk u bë filmi Vatra, jo vetëm Vatra, po Vatra si federata e madhe. Edhe aty është edhe ata që i binin. I ndishin zhvillimet e fundit të Vatrës? Nëse jeni në korrent me zhvillimet e fundit të Vatrës? Dgjoj, ato unë kam qenë me atë gazetarin që ka drejtuar Dielli, ai që ka vdekur i shkreti, ai gjithmonë kishte kontakte të veçanta mua dhe mi dërgonte. Tashi nëpërmjet Prestigjit është një vajzë që është e lidhur me Amerikën, Liliana Pere, dhe ajo më dërgon çfarë shkruajnë ata. Domethënë, unë kam atë emocion të plot, sepse bëra një film bashkë me Ilia Terpinin, me skenar timin, por kamera ishte djali Ilias. Kemi pas një bashkëpunim të jashtëzakonshëm, që e di, domethënë, shpirti im sa kam bashkëpunuar unë. Kur kam bërë intervistën e parë mbas u realizua filmi, qava. Ka që e ndjenja, domethënë, atë dashurinë për Vatrën, për patriotizmin, për ata njerëz që Po jo vetëm, sepse ke hulumtuar dhe ke shkuar më tej tek arbreshët. Edhe ata janë një tjetër anë jona që na bëjnë të ndihemi krenar, po nga ana tjetër ndonjëherë kemi pretenduar që i njihnim, por nuk i njihnim dhe kaq shumë arbreshët. Jo vetëm ju, po unë shoh që ka një interes shumë të madh edhe nga shkrimtar, nga botues, po edhe nga gjuhëtar për t'u marrë me studimet thelluara gjuhësore për arbreshët. Në vizionin tuaj, çfarë mungon ende për arbreshët? Çfarë ka ende të pathëna? Për mua, për çdo shqiptar, edhe këtej, te Shqipëria por edhe në Kosovë, arbreshët janë ideali ynë për mua personalisht, sepse aty kemi një gjuhë shqipe të ruajtur mbi 500 vjet. Ajo është ruajtur me një trashëgimi dhe brezi në për familjet atyre, me zakonet, me këngët, me vallet, në mënyrë fantastike. Domethënë, nuk e gjen në asnjë vend të botës atë që ka ndodhur në Kalabri dhe në Sicili. Nuk e gjen. Unë për veten time jam lidhur shpirtërisht dhe më vjen për të qartë, sepse nuk arrita do të realizoja filmin për Anton Belushin, i cili ishte, domethënë, unë kam qenë një javë përpara, e kam xhiruar, erdhën dhe nga Kosova, nga diaspora, bën një ceremoni shumë të bukur me të, edhe nuk e kam realizuar atë, po megjithatë unë them këtë që ne aty e kemi një minier ari për personalitete, për mënyrën se si janë mbrojtur, se si është ruajtur Shqipja, se si është ruajtur patriotizmi, tradita, dhe kjo gjë do të vi nëpërmjet këtyre të rinjve. Të rinjt, aty ka të rinj shumë të apasionuar. Shumë të apasionuar. Që përpishen a mbajnë gjallë atë rënjën. Domethënë, tani është situatë tjetër, sepse ka libra shumë nga Shqipëria. Domethënë, i ka ndihmuar Shqipëria, domethënë, po tregohet kujdes për gjuhën shqipe, domethënë. Jo vetëm, po kudo ku ka shqiptar. Është një situatë që vërtet është ndryshe, që po ndihmohet edhe në Greqi, unë e ndjej. Mua ma tha ambasadorja zonja Hajdaraga, se i thash unë, kjo gjuha shqipe, i thash unë, është e tmerrshme, unë jam e gjuhë letërsisë, i thash, po ajo gjuhë shqipe ruhet atje, jo këtu. Jo, tha, e ke gabim, tha, Angelina, ti ke ikur, tha, po këtu, tha, e kemi të hapur derën, tha, për të mësuar Shqipen në Greqi. E kemi të hapur. Të njohë mësuese vullnetare që jepnin mësim, po tani po ndihmohen edhe me sete librash të cilat janë të unifikuara mes dy vendeve. Dokumentari Skënderbeut është fashur me sukses në Budapest, në Universitetin e Prishtinës, në atë të Gjakovës, në televizionin Liria në Amerikë. Çfarë dimensione të reja keni zbuluar të figura e Skënderbeut? Unë gjithmonë kam pasur një miqësi të vazhdueshme, prandaj është shumë e bukur kjo miqte e RTS-s, me veteranët e televizionit shqiptar. Erdha nga emigracioni, edhe një ditë pinja kafe me Bujar Koren, është operator. Dhe ai ka qenë në të gjitha vendet ku janë inauguruar bustet e Skënderbeut,
në të gjithë vendet e botës. Do me thënë, duke filluar nga Zvicra, se aty ka filluar, pastaj deri në Amerikë. Ka një monument fantastik aty ngjitur me një kishë madhështore, kështu katolike. Një kishë shumë interesante, shumë. Biles mund ta japësh që të bëhet edhe kjo biseda më e bukur, do të jap unë një episod që ka pikërisht këtë moment. Kam kapur një këndvështrim shumë të veçantë. Sepse nuk kam treguar historinë e Skënderbeut, se ka treguar ai filmi artistik që u bë me Rusin. Me Marin Baleti e thot shumë mirë. Jo, po unë jam me filmit edhe e krasoj me filmat. Por ky film i dokumentar që shfaqet shumë bukur nga RTS-ja, në vazhdimsi shfaqet, ky është një film që është marrë me pasqyrimin e Skënderbeut në art, jo vetëm në artin shqiptar, por sidomos në botë, në Europë. Në Europë. Si ka të rishur vëmendje me ato, do me thënë... Madhështinë e ti. Me historia e ti është 25 vjeçare, do me thënë, që e lexon shumë bukur dhe në Itali, këtë histori. E lexon shumë bukur në Itali atje. Atje, do me thënë, është tamam si ka qenë e vërteta, ato marrëdhëniet me papën, marrëdhëniet e quajti kalorës të krishtërimit, Skënderbeun, si mos trajtohet. Do me thënë, portretet e Skënderbeut. Nga i portreti, e kanë marrë atë portretin kryesor nga filmi rus. E kanë marrë dhe e trajtojnë gjithë këta. Ose në Vivaldi, ka bërë opera për Skënderbeun, Vivaldi. Edhe e trajtojnë shumë bukur ai Mandala, e kanë parë në Sicili këtë, që e tregoj aty. Një të tërë, një kumtes të gjatë, do me thënë si Skënderbeu dhe Vivaldi. Do me thënë figurat të mëdha të botës kanë trajtuar Skënderbeun. E kemi trajtuar dhe ne. Se në fundit ata skulptor të mrekullueshëm, Kristaj Rama, se kinosin më kujtua, Muntaz Drami, Shaban Hadëri, edhe një tjetër, janë 4. Kanë bërë një monument fantastik këtu në mes sheshit të Tiranës. Po në Kruj, ai po hidhet kështu në sulm. Do me thënë, unë kam kapur anën artistike. Edhe më ka dalë një film shumë interesant që është i bukur. Aty ka vetëm një tmet, sepse aty i ka të gjithë udhëheqësit. Edhe më thonë mua, pse ke nxjerrë Enver Hoxhën aty? Po Skënderbeu udhëheqës ishte i popullit, nuk ishte në atë kohë, populli ai ishte që luftonte, Edhe nxorra, po i kam nxjerrë këta të tjerë që flasin për Skënderbeun, për figurën e Skënderbeut. Tash secili e kam përfunduar me mënyra se si e ke parë. Tani, sepse është kryeministri ynë. Unë dua të ndalem pak, vetëm pak javë më parë ju keni botuar në një të përditshme një artikull për disa aktore, të cilat në fakt për cilat është folur gjithmonë, por jo në qendër të vëmendjes. Tani ju keni bërë në fund të artikullit një premtim që do të shkruani një libër për to. Bëhet fjalë për një plejad aktoresh, gra, të cilat vazhdojnë ende disa prej tyre të luajnë, ju i ndiqni, njihni nga afër, keni pasur mundësi edhe keni pasur dhe episode me to. Ju shkruani shumë bukur dhe unë jam e bindur që me vullnetin tuaj do të realizoni këtë libër për Luiza Gjuvanin, për Eva Likajn, për Raimonda Bulkun, Matilda Makoçin, Edlira Diamantin e të tjera, sepse është një premtim publik. Po ndërkohë keni realizuar një libër për Margarita Xhepën. Pse keni zgjedhur Margaritën? Unë e zgjodha Margaritën sepse ne kemi qenë komshie me Margaritën. Kemi qenë te rrugë e Durrësit. Ne, do me thënë, mua, në atë qast kur ika nga televizioni, jo Margarita, po i shoqi Margaritës, më ka thënë, Angelina, tha, çfarë do sfide që do të përballosh, duhet ta përballosh sepse je e lindur për televizionin. I shoqi Margaritës më tha mua që duhet vazhdonja televizionin. Unë e dashuruar me Margaritën, ai thoshte vazhdo televizionin, unë, Margarita, ku do shkojmë, si do bëjmë, çfarë do bëjmë? Vinte në kino studio. Në çdo rol që ishte, nuk ishte rol kryesor Margarita, vetëm te gratë e fshatit ka pasur një rol, domethënë,
qendror dhe kryesor të gratë e fshatit dhe të regon shumë bukur. Ose rol kryesor ka pasur Tokë për gjaku. Edhe me Niko Kangjerin. Me Niko Kangjerin, Niko ishte djali i saj. Po kjo është fantastike, edhe portretin, edhe interpretimin, është një Margaritë e artë, si që e them. Unë ashtu do një të vë një titullin librit. Dhe struktura e librit është krejt e veçantë. E veçantë, po, sigurisht, sepse ma tha vetë ajo, Angelina, ti po lodhe shumë, se unë isha në emigracion, edhe në drek që duhet të flinja, e kupton, shkonja me vrap të hoteli që ishte Margarita dhe i mbanja shënim, si që i thoshte ajo, ose ky është një bashk bisedim, thoshte, që e thua ti, e them edhe unë. Edhe u gjeta ajo struktura. Është shumë e bukur ajo, që në fundit tregon edhe artin e saj të madh, po tregon edhe intimitetet e saj, se ajo i thash një ditë, po pse mos zgjedh dhe mua se ty, domethënë ti të lutem që të bësh, jo të zgjedh aty se je vajzë dhe je shumë e ndjeshme, edhe unë jam shumë e ndjeshme, edhe do të nxjerrim sinqeritetin, ndjeshmërinë, botën artistike. Edhe ka folur shumë bukur Margarita për mua. E kam edhe me po ndërkohë nuk keni ndalur se ju keni edhe unë kam folur shkruar edhe një edhe film, kam bërë dhe film, un dokumentar për Margaritën. Për Margaritën. Me kujtim Gjonaj. Është kujtimi, është fantastik. E solli Margaritën mu në mes të Athinës, edhe këndoi për Trojën. Troja. Domethënë, ja u vuri, domethënë, nuk është, kultura duhet të bashkëveprojnë. E kupton? Atë në Greqi, Margarita Xhepën, e quajtën Katina Paksinu. Domethënë, ishte një aktore e madhe e tragjedisë greke dhe këte e quajtën Margaritën. Pse? Margarita ka luajtur tek roli i parë, e di si e ka luajtur? E ka luajtur se ajo ishte me mece, domethënë nuk fliste. E kupton, i kishin prerë gjuhën, rolin e asaj nënës Orestit. Edhe ka dhënë një kuj atje Margarita, e kupton, kuj, se kuja është pa gjuhë. Ka dhënë që i ka tronditur të gjithë, edhe gjithë gazetat, shkojnë shumë bukur gazetat, nëse të pëlqejnë aty. Aty unë isha tek Troli, që po shkonja tek teatri, se Troli ishte ngjitur me teatrin, edhe flitej në Trol, atje pse ka njerëz shumë, sepse ka ardhur një artiste e madhe nga Shqipëria. Shiko, ne kemi një popull artist. Ka i ditë them unë. Veshjet popullore, Fëmijët tanë, një këngë e bukur e të tjerë janë përzgjedhur në fakt si filmat më të mirë të kinostudios Shqipëria e Re, duke u shfaqur në ditët e filmit shqiptar jashtë shtetit, në Siri, në Egjipt, në Zvicër, në Itali, në Francë dhe në Belgjik. Ka një peng në krimtarinë tënde? Do doje ti të tjera filma dokumentar të njiheshin jashtë kufive shqiptar? Se është pak i vështirë në këtë numër të konsiderueshëm. Jo, peng nuk kam, sepse duhet të thënë me zë të lartë që Kino Studio, pavarësisht që ishte, domethënë, një institucion që, si edhe radio televizioni, e drejtonte ideologjia asaj kohe, duhet të them që neve i zgjidhnim vetë temat tona. Unë, për shembull, pse zgjidhnia krimin e Mdavshit? Zgjidhnia, për shembull, veshjet popullore, zgjidhnia qilima tanë, e kupton? Zgjidhnia pasioni për shkencën, ose unë kam pasur temë themelore dhe temën e fëmijëve. Fëmijët tanë, një këngë e bukur, është shfaqur në Gjifonit të Italisë, ku janë shfaqur gjithë filmat e Gianfisa Kekos. Është shfaqur dhe ky filmi me talentet, me Tedi Papavramin, me të gjithë këto që sot janë bërë edhe Biles dhe Klodiana Skënderi, është një film shumë i bukur, që fillon me një, unë isha dje tek Open Cinema, edhe aty u dha ajo ideja që këto janë fëmijët që do ta vazhdojnë këtë Shqipëri. Edhe aty fillon Donika Muçi e ka zgjedhur shumë bukur me vrapin e fëmijëve, edhe me një muzikë të bukur të atij që e kanë pasur dhe shoklase, është Luan Zhegu. Është një këngë shumë e bukur që e shoqëron atë film, sepse tregon që ne jemi popull me thonë që jo nuk ka njerëz këtu, e ka ikur të gjithë e kështu. Unë jam me idesë që pavarësisht sa të ikin, edhe në kohën që ika unë, ashtu thanë që ikën të gjithë, prapi jeta plot unë këtu, fëmijët mbushin. Jeta vazhdon, jeta ka logjikën e saj, ka zgjidhjet e saja, inshallah të përmirësojnë gjërat që domethënë çdo gjë të ecin drejtim. Keni jetuar jo pak, po gati 15 vite në Greqinë fqinje.
Dhe ndoshta kjo ka qenë një nga arsyet, këtë do të më thoni ju, që keni realizuar romanin Enigma me temë emigracioni, një temë sensitive. Sipas jush, kush është përkufizimi më i denjë për emigracionin shqiptar, që në fakt nuk ka filluar vetëm pas viteve 90, por shumë më përpara shqiptarët kanë kërkuar. Unë kam patur mundësi të lexoj libra dhe aventura që ndonjëherë shkojnë për te imagjinatës dhe fantazisë të shqiptarëve të cilët e kanë kërkuar ëndrrën amerikane shumë më herët. Ju vetë se do ta përkufizonit emigracionin? Emigracioni është një fenomen zhvillues. Nuk është pengus emigracioni. Emigracioni, në qoftë se nuk do të ishte Fanoli me ata emigrant që ishin në Amerikë, nuk do të ishte kjo Shqipëria sotve. Ai Fanoli ka këmbgulur, ai personaliteti i lartë, tek Wilsoni, nëpërmjet lidhjeve me gruan e Wilsonit, në kuptimin e bukur të fjalës, e kupton apo jo? Ishin në një anije, edhe i dha fjalën Wilsoni që unë një vot kam në Kombet e Bashkuara, atë vot do të jap për Shqipërinë. Po s'na i kishte dhënë ai, ne s'kishte, këtu kishte Shqipëri, ishte një hap revolucionar shumë i rëndësishëm në ato vite për shqiptarët. Kështu është, emigracioni është përparimtar për mua, nuk është frenus, është që të çon më lart, sepse ti shikon në një shtet tjetër që janë më mirë se ty dhe mundohesh ta bësh si ai, siç është bërë tash. Për shkak kjo Shqipëria turistike, kjo Shqipëria turistike nuk po bëhet kot. Edhe pse u bë tani, s'u bë para 30 vjetësh. Po para 30 vjetësh ne s'kishim buktani, e kupton? Tash ne kishim prioritete të tjera. Të tjera, e kupton? Tani kemi ardhur në çastin që ka çasti dhe vërtet që po shkëlqen në këtë drejtim të Shqipërisë turistike. Ne duhet jemi më të pastër, duhet ta mbajmë Shqipërinë të pastër. Atje në Greqi e mbajnë shumë të pastër Greqinë ata. Që vazhdon turizmi do mbështetje masive. Edhe e thot shumë bukur kjo, Mirela Kumbaro, thot se i cili duhet bëj punë vet, po duhet bëj punë vet ministri e turizmit. Duhet bëj punë vet, po ama duhet ta ketë që edhe atë biletën që merr nga autobusi, ta mbaj me vete, ta fusi te çanta e vet, edhe kur të vete në shtëpi, ta fusi. Duhet jemi vet, duhet të ndërgjegjësohemi, s'ka. Ju jeni ndoshta ndër të parët gra që keni folur shqip në një radio greke. Sa bukur që e the. Nuk e thonë këtu në Shqipëri. Ja ti e the për herë të parë. Faleminderit që po e thua. Tashi vetëm gazeta e ka thënë këtë fakt. Në vitin 1998 filloi Radio Athina të flasi shqip. Dhe ma ka bërë këtë nder shoqja ime e fakultetit, Violeta Vila. U bë një takim midis ambasadës shqiptare, kur ishte Kastriot Robo, dhe bashkisë Athinës, ku ishte Avramopoulos. Dimitris Avramopoulos ishte kryetar bashkie. Edhe ishte i komisioni, edhe është për të habitur. Do me thëmë, para kësaj, se pasaj kjo ishte ana zyrtare që ishte Avramopoulos, që unë tregova dhe të filmi që kam për Pandin, ajo gëzua shumë kur e mori vesh që unë do flisnja tek Radio Athina. Edhe ishte një gjë shumë e bukur. Po kjo Violeta tha, shiko tha, i tha këtyre tjerve, që kishin dhe kandidat tjerë, që ishin intelektual të zhvilluar. Edhe i tha, këtë vend pune, tha, e merr vetëm Angelina, tha, dhe asnjë tjetër, tha. Ato ishin 2 emisione, pastaj edhe në mëngjes dhe ndarke, unë i thash unë si bëj dot. Për sa vite keni punuar atë? 7 vjet. 7 vite. 7 vite zëri yt ka transmetuar shqip. Edhe kjo është një kënaqësi e jashtëzakonshme për të dëgjuar, sidomos në vitin 98, një informacion që në fakt duhet ta dimë të gjithë. Nuk e di, a ke informacione vazhdon kjo radio të flas shqip? Dgjoj, radioja pastaj me Bardha Mançon, kur erdhi që u bë kryetar bashkie Bakojanis, ajo bëri jo 3 gjuhë, se atëre në fillim ishin vetëm 3 gjuhë. Polonishtja, Biles Avramopoulos, më dha dorën mua edhe tha, poloneze jeti, se unë isha më gjatë se ato, jo, albaneze, i thash. Edhe filipineshtja, ndërsa kur erdhi Dora Bakojani bëri 12 gjuhë të huaja. Edhe ishte Bardha në atë kohë, Bardha, se unë më vdiki më shoq, unë ndoqja atë, do me thënë, u shkëputa nga radio, se prandaj, jo se kisha arsye shëndetësore të bashkëshortit tim. Por nëse kthehemi pas në vite, ju jeni një ndër zërat e parë femëror në Radio Tirana. Vera Zhej, dëgjoj, Vera Zhej është spikerja proverbiale
e kohës që kam qenë unë. Do me thënë, se ajo radio është hapur që në kohën e Zogut, e kupton? Edhe ishte një tjetër, është zonja Nushi, më duket se si e kishe emrin ajo, se më falë që nuk e kujtoj tash, po për mua ka qenë idhull edhe profesoresha ime Vera Zhej për radion. Ajo në televizor aty, bile s'kam një fotografi që e kam bërë tek obori i televizionit të ri, një dite më pas, mbasi kisha dalë në televizorin, në speakerin televizion, se unë thash, kur më tha Lirice, je zgjedhur ti. I thash unë është Vera Zhej, i thash unë ç'ne unë, i thash unë për të folur. Ishte stolia, po stolia ishte për fëmijë, nuk ishte në atë zhanër që e kisha unë më vonë. Sepse ato tregojnë vetëm stolin. Stolin unë e desha dhe më deshte, e kupton apo jo? Po ishte një, do me thënë, me ëmbëlsin për të bërë emisionet për fëmijë dhe ashtu e lanë atë në televizion, kur u bë ai televizioni që u bë, do me thënë, zyrtar. Se ati eksperimentali, stolia i bënde gjitha, ishe shumë e shkallë, shumë e zonja, shumë e mirë. Këtu bënde vetëm për fëmijët, ndërsa për lajmet më zgjodhen mua dhe them që është dëshira e Vera Zhejit, sepse ajo ditën tjetër mua më ftoi, unë kisha transmetuar në radio, në mëngjes. Edhe tha, Angelina tha, gjithë turni i parë, se ajo vinte mbrapa meje, mbas orës 7:30 vinte. Jo, ajo ishte mbas 7:30, unë shkoj në shkollë. Shkojnë me vrap, shkojnë të Sami Frashi unë. E tha, do bëjmë një fotografi, se është fotografi historike, kisha rënë dhe dëbor, se në Tiranë nuk bie shumë erë dëbor. Edhe ajo është gjë shumë e bukur atje. Do me thënë, e kam kujtim nga Vera Zhej. Unë them që Vera ka influencuar që unë, se kisha dhe speaker e tjera, Violeta Kongo, mbrapa me. Pa diskutim që ka par talentin tuaj. Do me thënë, mua këto vajzat më kanë dashur shumë, do me thënë koleget e mia, edhe unë i kam dashur shumë. E ke filluar shumë e vogël. Dhe ke pasur mbështetjen e prindërve. Ke rrëfyer në një intervistë që ke pasur mbështetje të jashtëzakonshme nga nëna jote. Po. Mamaja time më ka thënë një qast. Shiko, tha, bie dashur ti, vërtet, tha, je talentuar, ke zërin kështu, po punët në shtëpi bëjmë të gjitha neve, ti vetëm vrapon aty, e kupton? Edhe ajo më ka, do me thënë, si të më ka futur frerët mua, për që të mos më rritej mendja, e kupton? Se ke qenë shumë e vogël. Bën një punë të zakonshme. Një tjetër bën një punë tjetër, është roba qepse ti e speaker, që të më shkarkonte emocionet negative, ose emocionet e asaj, që kur të pëlqen vetja, e kupton? Maman e kam pasur idhull, po edhe babin. Mua babi, e di çfarë më bënte babi, më shoqëronte në ato, se shkonja që në mëngjes në radio, që në orën 5, që në orën 5 mëngjesit, edhe vinte një nga ato, unë i ha dhe sot e kësaj dite ato, si janë biskota 5 lekëshe ishin ato, e fuste të gjepi paltos sovjetër, të mbështjellë bukur, edhe ma jepte mua, si fëmijë gëzohesha, ose ushe fëmijë, vinja unë jape, të dashur dëgjues, mirëmëngjesi, po fillojmë transmetimin e emisioneve të radios, pastaj revista radiofonike e mbrëmjes. Ose, do me thënë, janë gjëra shumë të bukura. Zëri është, mua më thonë edhe sot e kësaj dite, zërin e ketë bukur, po unë po e shoh që mosha bën vetëm. Zonja Angelin, sot ka shumë të rinj që e duan fort televizionin, atë kutizën magjike. Cila është këshilla që do të jepni gjithë atyre që shpeshherë kërkojnë suksesin në mënyrë shumë të shpejtë? Sa bukur i the një 2-3 gjëra i qellove ti, domethënë me një të qelluar 3 zogj brave. Puna është kështu që nuk duhet të jenë të lidhur me tabletin, me telefonin, me ekranin e televizionit më shumë se ç'duhet. Duhet ketë një programim. Domethënë, unë në televizionin do shoh një film ose shumë 2 filma shoh në ditë. Në mëngjes është e mbyllur fare televizori tek unë, tek shtëpia ime që jam unë, nuk ka njëri tjetër. Ndërsa mbas dite zgjedh 2 filma që do t'i shikoj patjetër. Pjesa tjetër është punë, lexim libri, është komunikim me njerëzit, janë ato gjërat e tjera. Të rinjt i kanë dyert të hapura, të bëhen regjisor, skenarist, të mirë, të mëdhenj, të mrekullueshëm, duhet t'i përkushtohen një drejtimi, se tashi këto prindrit e kanë çik të ngatruar këtë temë.
këta fëmijët e vegjël duan t'i bëjnë princa, s'bëjnë princa të gjithë. Princa, nuk bëjnë të gjithë princa, princesha. Nuk duhet, modestia në veshje është më e bukur se sa e bërë me këto si princesha dhe princesha. Ndërsa tek ajo që ti bësh, të bëhen edhe piktor, edhe skulptor, edhe shumë gjëra, në një vend se i shpërqendron fëmijët. Për mua radio është ëndra ime e përjetshme dhe radion e kam vazhdimisht se nuk të lodh dhe radio. Radio vetëm e dëgjon me vesh. Ndërsa televizioni është një dritare magjike që të çon edhe s'ke nevojë të shkosh në asnjë kërkon dhe përkushtim. Dua ta prek pak se është shumë e rëndësishme për përkushtimin tuaj edhe në procesin e përkthimit. Gruaja Leopard është një vepër cilën ju e keni përkthyer, nuk e di sa kohë ju ka kërkuar dhe në perceptimin tuaj, a kemi ne sot veprat përkthyera mirë, se sot kemi një angazhim shumë të madh të rinjve që duan të përkthejnë, bashkëpunojmë me shtëpitë botuese. Përkthimi i autorit të njohur Alberto Moravia, La Donna Leopard, nga ana ime, u bë nga një rastësi. Unë kisha vajtur bashkë me një shoqën time, ishte Muharrem Feyzo, regjizori. Edhe ai kishte qenë në Itali edhe i kishte mbi tavolinë atë, La Donna Leopard. Edhe i thashun, kjo është një libër që flet për tradhtinë bashkëtorë. Është interesante për këtë kohën që po vjen. Ajo është një temë që ai ma dha mua dhe unë e përktheva sepse nuk kisha punë tjetër. Kjo është e vërteta jetës time. Se më hoqën nga ministria, meqense duhet u ndruan regjimet, isha shefe e kinematografisë unë, e kupton apo jo? Edhe më tha ai anagnosi, tha ç'të bëj ty, unë tha ti tha kotu ktheve vajtën në Australi, tha erdhe prap këtu tha në përkëmbë tona tha. Pse s'në aty ti tha? E kupton apo jo? Edhe si të rinja pa punën, edhe ju dhash përkthimit. Dhe e përktheva dhe ishte libri më i shitur në atë kohë. Do me thënë e përktheva shumë bukur. Përkthimi jo pa qëllime duhet, përkthimi është rikrijim, nuk është kështu. Përkthimi është rikrijim. Duke qenë njohëse shumë e mirë e gjuhës shqipe, sepse keni studiuar për gjuhën shqipe dhe pa diskutim që ka qenë një dashuri më vete ta përktheni ashtu siç duhet, për ta sjellë për lexuesin shqiptar. Tani, përpara se sa unë ta mbyll këtë bisedë që jam e bindur që po të vazhdonim do ishte një bisedë e gjatë, se me zorin Angelin kemi çfarë të ndajmë, po unë pa diskutim do të kemi prodhime të tjera të saj që do t'i ndajmë në formate të tjera televizionale. Dua t'i bëj me dije e publikut një pjesë të çmimeve dhe vlerësimeve që ajo ka marrë ndër vite dhe besoj pa diskutim do të marrë dhe në vitet në vazhdim. I është akorduar titulli i lartë kinast të vitit jubilar të Skënderbeut nga shoqata ndërkombëtare Pegasi në vitin 2018, një çmim në konkursin ndërkombëtar nga dy shtëpitë e njohura, Onufri dhe Toena, për romanin me titull Enigma për cilën folëm. Është dekoruar me urdhrin Naim Frashi, është vlerësuar me çmime në Festivalin e Filmit Shqiptar për skenaret Profesor Aleksandër Xhubani dhe piktura mesitare shqiptare, ndërkohë që mban një titull të lartë Ambasadore Paqe për veprimtarinë 15 vjeçare se një nga spikeret e para të radio-televizionit publik shqiptar dhe përsëri, siç e tham, në emigracion ka lënë një gjurmë shumë të madhe sepse ka folur për herë të parë shqip dhe kjo është një krenari për gjithë ne. Një çmim që e ka marrë në Paris, Albania Excellence, që është kjo Flora Niko Nikola, është presidente, më ka dhënë çmimin e karrierës mund mes Parisit. Edhe më ftoi shtëpia e shqiptarëve në Paris me të mrekullueshmin Luan Rama. Ai, domethënë, ne duhet të mbështesim njëri tjetrin. Ja, kjo është një gjë shumë e bukur. Domethënë, sekretet e punës janë sekretet punës, por komunikimi është ajo që e bën njeriu njeri. Domethënë, dashuria, respekti. Ja, kjo biseda që bëm bashkë neve mu duk një bisedë shumë e këndshme, shumë e bukur, edhe shumë e mirë menduar. Juve kishit marrë shumë gjëra nga jeta ime dhe ju falenderoj me zemër. Faleminderit ju për gjithë kohën që na kushtuat. Ishim një intervistë ekskluzive me zonjën Angelina Xhara Papalilo. Ne do të rishihemi sigurisht në ekranin ton me të tjerë të ftuar gjithmonë në ekranin e radio-televizionit publik shqiptar.